Unë jam Edlia Durmishaj, kandidoj për sharkun e Tiranës në listat e Partisë Socialiste. Fushata ime nis nga komuniteti, jo nga politika. Ndaj sot jam këtu për të bashkuar, jo për të ndarë. Kandidoj për një Shqipëri e cila beson në barazi, në dinjitet, dhe ku askush nuk mbetet pas, pavarësisht origjinës, zgjedhjeve apo bindjeve të tij fetare. Tirana ka listën më të gjatë të kandidatëve dhe rrjedhimisht gara është më e fortë. Ka alarmishmëri personazhesh, profilesh nga më të ndryshme nga të gjitha partitë politike që garojnë në këto zgjedhje. Edlia Durmishaj ju mund ta keni parë në aktivitete të ndryshme të shoqërisë civile apo evente të tjera, por këtë herë vjen me një profil politik. Edlia, më thuaj, si të rri ky kostum, nëse mund ta them kështu? Ka qenë një vendim që ka ardhur i shtrirë në kohë, më saktë një kontribut që ka ardhur i shtrirë në kohë dhe natyrshëm ti rritesh, si në aspektin profesional, si në aspektin personal, po edhe në politikë bërjen e kauzave të vogla në përditshmëri, derisa vjen te ky kostumi, i cili në fakt ndihem komod dhe mendoj që kam akoma shumë për t'i dhënë shoqërisë. Ti garon për qarkun e Tiranës me Partinë Socialiste. Ishte ajo që të ftoi apo ishte ti që shkove si mik? Po me Partinë Socialiste në fakt sepse ishte ajo partia që më pa për atë çka jam dhe jo për atë që dukem. Më ftuan, pas një analize vërtet kujdesshme, vendosa që po. Ja vlen të aprovoj, ja vlen të kandidoj. Si fillim unë kam nisur në Këshillin Bashkiak të Fierit, me qenë se unë vi nga Fieri, jam e lindur dhe e rritur në Fier. Origjina është nga Fieri. Po, dhe gjithë atë parefisin të afërmit e mi i kam atje. Kam qenë antare e Këshillit Bashkiak të Fierit mandatin e kaluar. Dhe mbasi ja dola atje, fitova, thash okej, përderisa të sfidë e kalova, do ta provoj edhe për më shumë. Si ka qenë komunikimi tek familjarët i vendimit tënd që ti të merresh tashmë me politikë? Të jem shumë e sinqertë. Personi i parë që e ka pritur me shumë dashamirësi është bashorti. Ai është mbështetja ime numër 1. Është personi që po themi drejton të gjitha të punën e madhe që bëhet prapa dhe personi që motivon ato momentet kur unë jam hezituese, po themi, apo kur ndihem e dobët, sepse është një rrugtim me shumë sfida, me shumë të panjohura, për te i profesionit dhe për te i kauzave publike që kam qenë her pas here, kjo është diçka tjetër, sepse ti duhet të jesh në terren me njerëzit, duke qenë se unë vi nga profili i psikologjisë klinike, puna me njerëzit ka qenë pjesa baze për ditëshmërisë time. Ti komunikimin nuk e ke problem fare. Komunikimi është ai mjeti im i art, ta quaj pa modesti. Ne dim të jemi dëgjues të mirë dhe unë mendoj që politika sot ka nevojë për të pjesë. Njerëzit kanë nevojë për të dëgjuar. Cilat janë pritshmëritë tua nga kjo fushatë? Unë jam në këtë rrugtim duke u nisur si aplikante e platformës deputeti që duam. Dhe për mua, fakti që arrita të përzgjidhem tek listat e Tiranës, unë mendoj që tashmë unë kam fituar misionin tim. Kjo pjesë nga këtu dhe deri me zgjedhjet e 11 majit është një sfidë e re për mua, sepse nuk ka qenë e thjeshtë që të vish nga një histori përjashtimi, nga aktivizmi qytetar, shoqëria civile, profesioni dhe pastaj kandidimi të përzgjidhesh me qindra aplikantëve që ka qenë aty, unë mendoj që unë pjesën time kam fituar. Pjesa tjetër këtej tutje është përkushtim i ri, aktivizëm i ri qytetar, të lobosh për të thirrur atë pjesën edhe identitare, edhe qytetare, po edhe dinjitetit njerëzor, po besoj që doja dalë. Edlia, shoh nga profesioni jot ti ke qenë në kontakt me njerëz gjithkohës. Po tani me këtë futjen politik si është pak më ndryshe, pa diskutim. Edhe besoj që kjo është një nga pjesët më të bukura edhe gjithë këtij udhëtimi dhe gjithë kësaj eksperience, sepse takohesh me njerëzit e punës, me ata njerëzit që punojnë me ndershmëri dhe me dinjitet për të çuar përpara jetët e tyre, familjet e tyre, fëmijët e tyre. Kjo është gjëja për cilën kemi nevojë gjithë. Dhe unë personalisht e shikoj si një bekim atë që marr, energjinë e mirë që marr nga këta njerëz. Duke qenë se këtu kam edhe studion time ku ofroj shërbime psikologjike, psikoterapeutike, dhe kjo është përditshmëria ime, çoj fëmijët në shkollë në mëngjes dhe vi këtu. Kjo rruga është nga ato të përditshmërisë time, ku unë kaloj çdo ditë për të ardhur për punë dhe takoj njerëz mrekullueshëm edhe madje kemi edhe një mikeshon time këtu që të them të drejtën është një nga ato pikat e stacionit ku unë vi shpesh kur dua të takoj dhe se jo të pim dhe nga një çaj bashkë. Anila, si je? Si ke kaluar? Si u shkojnë punët? Mirë se u gjetët. Përshëndetje, si kaluar? Anila është një mikeshe imja, zonjë si jeni? Ka fillu mbështetja fuqishëm për Edlirën apo jo? Gjithë shpirt, potencialin tim, me gjithë dinjen time, që është një ndër vlerat më të bukura që ka shoqërisë shqiptare. Anila është një zonjë nga ato fisnike të Tiranës.
E Glirën e kishe menduar ndonjëherë që do ishte pjesë e politikës apo nuk e shet dot në atë kostum? E kam dëgjuar zërin e saj në shumë problematika, në shumë tema, në shumë përkraje, në shumë iniciativa. Na mungon të lloj figure. Jam shumë e kënaqur që është. Falenderoj nga zemra. Në fushat elektorale duhet kesh shtabin tënd, si me thënë, njerëzit që të ndihmojnë, Patjetër. familjar të afërm shoqëri. Personat qendror janë njerëzit e mi më besnik, familjarët e mi. Janë të gjithë të angazhuar në këtë rrugtim, edhe e duan më duket më shumë ata se sa unë që t'ja dalim Ata janë suport për ty, kështu kësaj që kauzë dhe këtij rrugtimi njëkohësisht. Ktu në fakt është edhe ai ambienti ku unë ushtroj çdo ditë profesionin tim si psikologe klinike, ambienti ku edhe jam rritur profesionalisht. Është ai vendi ku unë jam në kontakt drejt për drejt me njerëzit. Edhe në fakt ajo është gjëja që dua më shumë dhe e dashuroj atë momentin që unë jem aty në kontakt drejt për drejt pa filtra me njerëzit. si nis dita juaj tani në kohë fushate? Në fakt dita nis me atë Bëni një agjendën, skedulim, me atë plan agjendën e pune, skeduluar e takime. cila shikon se cilat janë gjërat më kryesore për sot, prioritetet kë kemi për të takuar, është shumë dinamike dhe ti je gjithkohës me surpriza të reja sepse ashtu janë nevojat e njerëzve, po të rejat që sjell ky rrugtim, sepse edhe për mua është rrugtim i ri, jem shumë e sinqert dhe përveç dëshirës shumë të madhe ka dhe gjëra që po i mësoj rrugës bashkë me njerëzit. Eksperiencë shumë funditës. Patjetër. Do futemi ka ajo zona që është fronti im i përditshëm. Zonja është Naimi, a? Përshëndetje Naimi, si kalove? Naimi në fakt është ai personi që kuron çdo detaj të këtij ambienti të jashtëm dhe të brendshëm. Mirë se të gjejmë, zonja Naimi. Banorët e zonës këtu. Është kënaqësi. Njerëzit e punës janë ata që në fakt na duan gjithmonë. T'ja kalosh bukur. Faleminderit Naimi. Në fakt është një nga ato folete mia të vogla, ku unë ushtroj profesionin tim, si psikologe klinike, është zyra ku pret, ose më saktë ka pritur me qindra njerëz të cilët besoj që kam qenë një dorë e mirë mbështetje dhe suporti në ato momentet e tyra më të vështira atje. Për sa vite që ushtron profesionin si psikologe klinike? Për 7 vjetësh, edhe është një nga pasuritë e mia më të çmuara. E them me shumë krenari që them ky është kapitali im. Ajo që më ka bërë Glirën që jam sot, pa diskutim, profesionin si psikologe më ka ndihmuar shumë. Po pati një thirrje të brendshme dhe the unë për psikologji do vazhdoj me patjetër. Jo, nuk është ashtu. Në familjen time në fakt është dhe tradit pjesa e psikologjisë. Vjeri im, që për mua është edhe babai im i dytë, është dhe ai psikolog dhe doktor shkencash psikologji dhe unë e kam trashëguar shumë natyrshëm, por e kam nisur me qëllimin që unë t'jem e aftë menaxhoj ato situatat e vështira me fëmijët e mi. Kjo ka qenë nisma ime kryesore dhe fillestare. Duke u rritur dhe duke mësuar, kuptova që unë mund t'jepja më shumë jashtë mureve të shtëpisë time dhe pastaj këtu nis një betejë tjetër e gjatë që faleminderit Zotit jemi këtu. Edir, si mendon kontributin tënd si psikologe në politikë? Edhe futja ime në politikë nuk ka qenë diçka e menduar sot për nesër. Ka ardhur një rrugtim i gjatë i natyrshëm i cili ka qenë kontribut i vazhdueshëm si në terrenin e shoqërisë civile, po ashtu dhe në atë profesional. Dhe sa i përket kauzave të profesionit shëndetit mendor, unë jam përpjekur vazhdimisht të jem një zë aktiv, modest, edhe brenda këtyre kauzave. Futja në politike, shikoj që profesioni si psikologe do më ndihmoj shumë të jem një dëgjuese shumë e mirë e këtyre kauzave, një perceptuese e mirë e nevojave të njerëzve, dhe patjetër dhe t'i artikulojmë ato në formën e duhur, po edhe t'i lobojmë pa e humbur asnjëherë shpresën që diçka të do ta bëjmë dita. Isha menduar gjithmonë që zyrat kanë në përgjithësi shpirtin e gjithë secili që zotëron atë zyrë. Dhe unë këtu shoh një muri certifikatash vendosura në mur, kualifikime, trajnime, gjëra që kanë një domethënie shumë të madhe shpirtërore edhe për ty. Nuk e di nëse mund të ndalem tek diçka e rastësishme nëse mund ta them. Çfarë simbolizon kjo për ty? Kjo dekorat është pjesë e rrugtimit tim pa diskutim shumë e veçantë. Përpara se unë studioj psikologjinë, kam studiuar në Mek, në një nga universitetet më prestigjioze, Universiteti Umm al-Qura, në Mek të Arabisë Saudite, kam studiuar shkenca islame. Dhe nëse unë sot arrit shkri bukur me disa asaj pjesës besimit dhe anës shkencore të shëndetit mendor,
pa diskutim Pra ajo janë lidhje eksperiencë. së bashku dhe nuk është rastësore asgjë. Edhe kjo është një ndër ato dekorata, të cilat në fakt mua më kanë motivuar shumë. Bëhet fjalë për konkursin kombëtar të rinj të vitit në shoqërinë civile, në vitin 2016, të cilin unë e fitova me 6.992 vota, dhe ndoshta vlen të them që nuk e fitova unë. Ky konkurs u ngrit mbi duke hedhur, po themi, si kauzë konkurruese, kauzën kundër diskriminimit grave dhe vajzave të mbuluara në hapësirat publike për shanse dhe mundësi të barabarta. Dhe kjo dekorat në fakt i takon çdo gruaje muslimane, çdo vajze që mban shamin, pota se cilës nga ato është kjo dekorat. Dhe jam shumë krenare për të. Unë kam një element shumë rëndësishëm, në fakt që duhet ta bëj pjesë të gjithë fushatës time elektorale dhe them që është shumë e rëndësishme jo vetëm për profesionin që unë kam, po them është shumë e rëndësishme për gjithë misionin tonë njerëzor. Bëhet fjalë për një mik tim shumë shtrenjtë, i cili është Darjani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Përshëndetje. Si jeni? Mirë, Darjan. U lodhe. Nga pak se ishim edhe në punë, jemi dhe të impenjuar në kauzën tonë që tani po i drejtohemi shoqërisë dhe publikut gjerë, sepse unë mendoj që ti je një model që përfaqëson njeriu profesionist mirë, por njeriu me zemër të mirë. Dhe prandaj jam këtu për të mbështetur me gjithë qenien time, sepse besoj që nëse ti je në parlament dhe do jesh parlament, besoj, kauzat e aftësisë kufizuar që unë i ndjek që nga viti 2009 do ecin më përpara. Dhe ka dy gjëra që janë në fakt themelore dhe që ne do të bëjmë të flas ne, sepse këtu jemi një ekip i tërë që punon, është asistenti personal si profesion i rregulluar. Asistenti personal si profesion i rregulluar do t'i japi shumë pavarësi dhe ndihmë personave me aftësi të kufizuara dhe ndërkohë do bëj dhe të zbatueshëm ligjin për stimulimin e punësimit për prindrit e personave me aftësi të kufizuara, të cilët do lirohen. Kjo është një gjë thelbësore. Siç e dëgjove si Bora, kjo është arsyeja pse për mua Darjani ka një rëndësi kaq të veçantë gjatë këtij rrugtimi, sepse të jesh profesionist është më shumë se sa thjesht fjalë. Është ta jetosh atë gjën për cilën ti beson, edhe në rrugtimin e profesionit, dhe unë mendoj që njerëzit të cilët jetojnë me aftësinë e kufizuar duhet ta kenë zërin e tyre dhe jam këtu edhe për ata. Elira, unë e di që për ty është eksperienca jote e parë në fushata të tilla përmasave dhe të kësaj natyre, dhe duhet me patjetër që të ndihmojë njerëz, të kesh në krah njerëz që realisht të këshillojnë, të japin mendime për gjëra të ndryshme. Si organizoni punën, si koordinoheni këtu tek zyra juaj? Në fakt, këtu janë vetëm një pjesë e të rinjve që mbështesin, pjesa e vullnetarëve, pas me ka një grup realisht të mirë strukturuar punës. Sidomos unë jam shumë falënderuese dhe mirënjohëse për ata që merren me mesazhin tim politik, me pjesën e shkrimeve, fjalimeve, sepse është ajo pjesa më delikate, e cila do të përfaqësojë edhe atë që unë dua të përcjell tek publiku. Patjetër që njësia PES është shumë e madhe dhe kërkon shumë koordinim. E bukura dhe veçanta e kandidatëve të njësisë PES është që ka edhe një bashkëpunim shumë të fortë mes nesh. Ti ishe prezente kur unë mora edhe një mesazh nga kandidati tjetër për kësaj njësie, duke përpjekur ndihmojmë njëri tjetrin, dhe kjo është për të veçuar sepse ne i bëjmë bashkë takimet. Janë mbi 60 takime që ne kemi realizuar në njësinë PES, bashkë me kandidatin Arion Braçe, të cilin dua dhe ta përshëndes, është kolegu im edhe mentori im, ose bashkë mentori im në këtë rrugtim. Patjetër që çdo ditë fillon me analiza, çfarë kemi bërë, ku jemi me objektivat tonë, por unë dua ta veçoj që pjesa më e bukur e çdo dite në fakt është takimi me qytetarët. Është ajo pjesa që ti merr shumë emocion, njihesh me ta, i prek nga afër realitetin e tyre dhe në fund fare mendoj që ky është misioni i kandidatit për deputet, të jetë aty me njerëzit. Në dijenin tënde, cilat mund të kenë qenë hapat më të larta drejt politikës? Posti më i rëndësishëm që mund të ketë pas në Shqipëri një grua e besimit musliman? Po, gratë besimit musliman mund të ketë, po që e shprehin se jashtëmi besimin musliman edhe përmes veshjes, në dijenin time deri në procesin e kandidimit ka pasur. Do të thonë ulse në kuvend dhe nuk kemi pasur prej. Jo. Si është të marrësh të petkun e politikës duke pasur edhe petkun e besimit? Për mua është shumë e bukur ky element, sepse të shkrish bashk ato vlerat që ti i ke të jetuara, të se ndërtuara të vetja jote, të përditshmëria, i beson, i jeton, dhe ti vësh ato në funksion dhe në shërbim të shoqërisë, mendoj që kjo është
një vlerë shumë e madhe dhe një mision vetvete që besoj që çdo njeri do duhet ta kishte dhe kur je me këtë petkun e politikës, kjo bëhet pastaj një mision akoma dhe më i madh. Dhe e bukura kjo është që ti afrohesh tek njerëzit pa ndryshuar atë që je ti dhe ja transmeton me një fuqi më të madhe atë gjën që ti e beson dhe që mundesh ta ndryshosh. Është një proces që përcjell shpresë faktikisht. Unë jam këtu për të dhënë këtë mesazh, për të dhënë më shumë shpresë, për të afruar midis mundësive dhe njerëzve të përditshëm të punës. Ti mendon se feja mund ta përmirësoj politikën në mënyrë të pakontestueshme, sepse njerëzit që e jetojnë besimin janë ata që janë të palëkundur tek vlerat që përcjellin dinjitet dhe patjetër përcjellin edhe siguri. Për mua në fakt ka ardhur shumë e natyrshme edhe veshja e një xhakete politike, sepse besoj që me aktivizmin tim, me ato nismat që unë kam ndërmarrë ndër vite për komunitetin, për gratë, për të rinjt, për kauzat që i kam besuar që mund të jap diçka, besoj që ajo ka qenë të bësh politik. Unë e shikoj politikën më shumë si një shërbim dhe një mënyrë për të impaktuar tek mjedisi jot, sesa si një post apo si thjesht një ofiq. Kështu që në momentin që ti atashosh me një organizatë politike, tashmë përveç përvojës që e ke të mbartur, përveç asaj trashëgimisë që e ke të shkruar aty në komunitet, ti ke më shumë forcë, ke mjete dhe instrumente më shumë për t'i rritur në një dimension tjetër të kauza, për t'i dhënë më shumë fuqi dhe për t'i bërë më të dukshme, po edhe më të kuruara patjetër. Se në fund fare ky është edhe qëllimi kryesor, të korrigjojmë, të rregullojmë, parandalojmë, dhe pse jo të çojmë ato drejt hapësirave të suksesit. Ke qenë ti ndonjëherë paragjikuar për shkak të fesë? Angazhimi im politik si individ ka filluar në momentin që unë jam përjashtuar nga gjimnazi për shkak të veshjes time. Kështu fillon ai aktivizmi im qytetar. Unë e filloj nga përjashtimi dhe vi sot me një moment përfaqësimi. Ligji shqiptar shpeshherë në mënyrë evazive edhe mund të keq përdorej, dhe kjo ka qenë ajo që unë e ktheva në një mision, sepse doja që shumë vajza dhe gra si unë të kishin aty të gatshme në mënyrë produkti hapësirat për të luftuar secila në kauzën e saj dhe secila të bënte luftën e saj. Unë vi nga një histori përjashtimi dhe jam këtu sot për të mos përjashtuar më askën tjetër. Si ja bën ti që menaxhon të qenurit nën, të qenurit psikologe, tani edhe pjesë politike që të fut ajo në agjendën tënde ditore? Në fakt, familja është forca ime numër 1. E gjithë ajo forca ime që vjen në publik, vjen nga qetësia dhe suporti që kam brapa në familje, sepse pa atë nuk do të kisha arritur të bëja asgjë. Tani bashkëshorten e ke pas krahun tënd të djathtë dhe normalisht edhe njeriu që të ka motivuar në gjithë këtë, pastaj vjen gjithë familja. Po më thuj personin i cili në familje të ka shtyr për të qenë kjo që je sot. Personi që gjithmonë ka qenë shtys për mua ka qenë vjerri im. Vjerri. Po, ne jemi dhe kolegë, në fakt, ndajmë të njëjtin profesion, edhe aty ka qenë një krah shumë i fuqishëm. Edhe eksperjenca profesionale me njëri tjetrin, i merr mendje shpesh. Absolute. I merr mendje shpesh. Ne kemi një raport shumë konfidencial edhe shumë sportiv ta quaj, shumë praktik. Nuk është ajo marrëdhënia tipike vjerr-nuse, unë edhe në shtëpi e quaj profesor. Profesori sepse e shikoj që është një terminologji që e bën të ndihesh shumë mirë. Njeriu ka nevojë që të marrë me vete atë frytin e punës për cilën ka punuar gjithë jetën, edhe pse jo. Kur është aty dhe është ashtu e vërtet, le ta shijoj. Është profesori këtu tani? Po, patjetër, është. Dhe mund të shkojmë dhe ta takojmë. Në mënyrë absolute, po. Tani dhe unë profesor do drejtohem, siç të drejtohet e të lira. Falenderoj. Tani më thuaj pak, si është ky vjerri kaq modern edhe kaq i emancipuar edhe kaq mendje hapur sa ta shtyj nusen që të jetë një psikologe e mirë, një grua në karrierë, një nuse e mirë, tani dhe një politikane shumë e mirë. Tani këto ju falenderoj për fjalët që thoni, po këto merita nuk janë të vjerrit dhe të profesorit, të gjitha sa që janë e para i herë të origjinës kësaj. Kjo ka ditë vetëm punë të ndershme për kushtim, mirësi dhe e ka bekuar Zoti me gjitha të mirat. Unë po e them këtë se ashtu e ndjej. Dhe, prandaj po them që është mërit e kësaj dhe të gjithë kolegët e mi që kanë pas studente, kushtë disa herë më kanë thënë. Këto e tjera po i gjon për herë të parë, tani apo me këtë nxitje dhe motivim? Jo, nuk i kam për herë të parë. Është diskutim që ne kemi shumë të rrahur në tavolinën e familjes tonë, edhe profesori në fakt është gjithmonë ajo shtysa
Dhe motivimi patjetër. Është dëvira ime që është ajo që më mbulon krahët brenda familjes. Dua ta theksoj këtë sepse e çmoj shumë realisht ndihmën e saj. Pa dorën e saj brenda shtëpisë unë nuk do isha dot ajo të lira jashtë, sepse janë fëmijët, është suporti që duhet në familje dhe ajo e mbulon këtë pjesën. Por po ju them mund që kjo i konkuron edhe pse nuk është dibrane. Domethënë i konkuron sepse nuk është nuse vetëm për shtëpinë për brenda. Nuset dibrana janë pastrojnë, të rregullojnë deri rrugën. Kjo po mundohet të rregullojë deri edhe komunitetin edhe deri gjërë më gjërë edhe kështu që realiteti është që të shohim realitetin, jo fjalët, jo ngjyrat, po të shohim realitetin. Realiteti është i prekshëm, është i matshëm. Sa besim ke ti te Lira se doja dalë në 11 maj? Shpresoj që do jetë fillimi i kësaj, edhe kjo bashkë me mua besoj, me këtë doje do betohet të vendi më i shenjtë për të çuar përpara për të bërë, sepse janë shumë gjëra që presin për të bërë, janë bërë shumë, presin për të bërë dhe më mirë. Kam më shumë vite në këtë familjen Dibrane, se sa në familjen time të origjinës. Kështu që për gjithë komunitetin Dibran, që sigurisht Dibranët kanë bërë histori, kanë lënë gjurmë në Tiranë, po jo vetëm Tiranë, në gjithë atë historinë shqiptare, mendoj që komuniteti Dibran do ta gjej shumë lehtësisht veten tek figura ime dhe tek familja që unë kam pas, sepse profesora Shari është një figurë shumë e dashur për ta. Unë nuk jam këtu për të bërë karrierë, po për të dhënë modelin e një politikani ndryshe, që punon me zemër dhe përfaqëson me dinjitet. Kjo thirrje nuk është për një mandat, por për një mënyrë të re të bërit politik. Ndaj, me 11 maj, bashkohuni me mua për një kapitull të ri të Shqipërisë 2030.